Studimi i Bankës Botërore i vitit 2023 i shtatorit i jep këtë shifër, 38.3%. Pra, në 20 vite, ne kemi ecur si breshka në ulljen e konsumit të përdorimit të duanit. Pra që faktikisht, mbi moshën 15 vjeç një shifër tillë, ne hymë në vendet me shifrat më të larta të nivelit të pirjes së duanit në rajon dhe më gjerë. Të gjitha këto janë ato pikërisht atë që theksuat ju, që ky është një sfidë e madhe e shëndetit publik dhe duanpirja përben një nga sfidat më të mëdha që duhet të fokusohet shëndeti publik edhe në vendin tonë. Në nivel botëror janë 1 miliard e 250 milion duanpirës që përdorin, do të konsumojnë duan. Nga këta, afro te 150 milion kanë kaluar nga pirja duanit me djegje, me tym, në këto produktet e reja të nikotinës.